Shenja e pafundësisë hynore. Në një simpozium shkencor ndërkombëtar, profesori i psikiatrisë me nam ligjëronte për misterin më të madh brenda qenies njerëzore, trurin. Fjalët e tij kumbonin në sallën e mbushur, ndërsa drita e zbete projektorit ndriçonte fytyrën e tij të menduar. Truri i njeriut përmban mbi 150 miliard qeliza, tha ai me një zë të thellë, duke cituar Dr. Herbert Spencer nga Universiteti i Harvardit. Në librin e tij Trajtim dhe aftësi pa kufi, ai shkruan: nëse fillojmë të numërojmë nga njëshi tek 150 miliard, na duhen 5.000 vite. Për një moment, profesori ndaloi. Djersët i rrëshisnin në përballë nga temperatura e lartë e sallës. Mori një glënk ujë dhe vijoi me një zë më të ulët, sikur donte të pëshpëriste një sekret hynor. Brenda kafkës së njeriut fshehet një univers më i ndërlikuar se të gjitha galaktikat e njohura, një organ i butë, vetëm 1.4 kg, por me më shumë lidhje nervore se sa ka yje në rrugën e qumshtit. Një rrjet elektrik dhe kimik që në një sekond të vetëm përpunon më shumë informata se sa kompjuteret më të fuqishëm në botë. Dikush në sallë u lëkund në karrige, i tronditur nga madhështia e asaj që po dëgjonte. Një tjetër fërkoi ballin si për të ndier atë mister që mbante brenda vetës. Një mendim, vazhdoi profesori i psikiatrisë, kalon si një shkëndi elektrike mes neuroneve. Një kujtim i rizgjohet nga një erë lehtë, një ëndër lind nga errësira e pavedijes. Dhe ne, megjithatë, nuk ndalemi kurrë për të pyetur, kush e krijoi këtë mrekulli? Në sallë, rraheshtja. Askush nuk guxoi të fliste. Sikur të gjithë po dëgjonin një zë të padukshëm brenda vetes. A mund të jetë ky kompleksitet rezultat i rastësisë? A mund të lindë diçka kaq madhështore nga asgjëja? Sikur një bibliotek me miliona libra të krijohej vetë pa dorën e një autori? Ai e la pyetjen të qëndronte pezull, si një fllad që ndikon shpirtin. Truri është një nga shenjat më të fuqishme të krijuesit. Jo vetëm për ndërtimin e tij të përkryer, por edhe për atë që nuk mund të matet me numra, ndërgjegjen, arsyen, shpirtin që ai strehon. Një univers brenda njeriut, një dëshmi që flet për Zotin dhe madhështinë e tij. Dikush në fund të sallës uli kokën, sikur një perde e padukshme të ishte ngritur para syve të tij. Të tjerët ndjejnë një të dridhur të lehtë, një zgjim të ri brenda mendjes. Sepse e vërteta, kur thuhet me zemër, nuk ka nevojë për më shumë fjalë. Ajo vetëm se ndriçon. Dhe siç thot Zoti në librin e tij, ne do t'ua tregojmë atyre argumentet tona në horizonte dhe në vetët e tyre, derisa t'u bëhet e qartë se ai, Kurani, është i vërtet. Drita e projektorit u shua. Sallën e mbuloi një terr i lehtë, por brenda çdo zemre ndriti një dritë e re. Nuk kishte më nevojë për fjalë, as për fakte shkencore. Truri vetë fliste me gjuhën e krijuesit. Ai nuk ishte thjesht një organ, ishte një shenjë, një shkrim hynor në mish, një kod që klith. Unë jam krijuar, jo rastësisht, por me qëllim. Në atë qast, çdo rrahje zemre u bë dëshmi, çdo frymarrje një ajet i gjallë, dhe në heshtjen solemne të asaj salle, u dëgjua më qartë se kurrë një e vërtet që s'ka nevojë për duartrokitje. Zoti nuk kërkon të shihet me sy, ai kërkon të kuptohet me mendje, dhe mendja vetë është prova më e lartë e tij.